Horoskopi i Paulo Fox për muajin korrik 2025. Parashikimet e detajuara për secilin shenjë. Dashi, muaji korrik është energjik dhe i mbushur me pasion për ju. Do ndiheni më të gjallë, më të motivuar dhe të gatshëm për të marrë iniciativa, sidomos në dashuri. Beqarët mund të kenë një takim interesant gjatë një udhëtimi apo në një vend të papritur, prandaj mos qëndroni në shtëpi. Çiftet do duhet të gjejnë ekuilibrin mes dëshirave personale dhe detyrimeve të përbashkëta. Në punë jeni të motivuar, por Saturni ju paralajmëron mos i bëni gjërat me nxitim. Çdo hap duhet menduar mirë. Shëndeti, përmirësim i ndjeshëm, por kujdes me ushqimin dhe orët pa gjumë. Fati me shumë mundësi pas datës 15. Këshilla e muajit, mos nxitoni, por ndiqni instinktin. Ai do t'ju çojë drejt zgjedhjeve të sakta. Demi, korriku ju sjell qetësi dhe përforcim të marrëdhënieve, fal ndikimit të Venusit që ndodhet në pozicion të favorshëm. Në dashuri jeni më të hapur, më të përkushtuar dhe më të ndjeshëm. Ata që janë në çift do përjetojnë një afrim emocional, ndërsa ata që kanë pasur mosmarrëveshje do kenë mundësi të kthejnë harmoninë. Beqarët mund të afrohen me dikë që kanë njohur prej kohësh. Në punë, gjërat lëvizin ngadalë në fillim të muajit, por pas datës 15 vinë për ju lajme të mira, sidomos për ata që presin një intervistë apo përgjigje pune. Shëndeti, ruajini qetësinë mendore, shmangni stresin dhe jepni vetes pushime të vogla. Fati i qëndrueshëm, sidomos nëse jeni të kujdesshëm me financat. Këshilla e muajit, investoni në ato që ju sjell paqe, jo në ato që duket me shkëlqim. Binjakët, ky muaj është i gjallë dhe plot me mundësi për ju. Jeni më komunikues, më social dhe më të hapur ndaj njohjeve të reja. Në dashuri, beqarët do përjetojnë flirtime dhe mund të kenë disa mundësi për lidhje interesante, por jo të gjitha do jenë serioze. Çiftet do përmirësojnë marrëdhënie nëse flasin hapur dhe pa fshehje. Në punë, korriku sjell propozime dhe kontakte që mund të sjellin bashkëpunime afatgjata. Pjesa e dytë e muajit është shumë më aktive profesionalisht. Shëndeti, pas një fillimi të lodhshëm, rikuperoni energjitë. Kujdesuni për pushimin mendor. Fati, luhatet, por rriten ndjeshëm pas datës 20. Këshilla e muajit, mos u shpërndani në shumë drejtime, por qëndrohuni aty ku ndjeni që vlen. Gaforja, muaji juaj personal, dielli në shenjën tuaj ju dhuron forcë emocionale dhe një magnetizëm që të tjerët e ndjejnë. Në dashuri jeni tërheqës dhe të ndjeshëm. Çiftet ndihen më afër, ndërsa beqarët do kenë mundësi takimesh, që fillojnë rastësisht por prekin thellë. Në punë ka shumë lëvizje dhe ndoshta një vendim që kërkon guxim. Mos e shtyni, shanset janë në anën tuaj, sidomos rreth datës së hënës së plot. Shëndeti është i mirë, por merrni kohë për veten. Meditimi, qetësia dhe vetmia janë të dobishme këtë muaj. Fati i qëndrueshëm por i lidhur me ndjeshmërinë tuaj. Dëgjoni ëndrat. Këshilla e muajit, përdorni emocionet si fuqi, jo si dobësi. Mos keni frikë të jeni vetvetja. Luani, muaj i ngrohjes dhe përgatitjes për të shkëlqyer. Ende nuk jeni në kulmin tuaj, por korriku sjell rritje graduale të vetbesimit dhe mundësive. Në dashuri jeni pasionant, çiftet kanë momente të bukura bashkë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje që u trazon emocionet. Në punë, pjesa e parë e muajit është e ngadaltë, por pas datës 20 vjen një mundësi që duhet kapur menjëherë. Shëndeti i qëndrueshëm, por keni nevojë për më pak stres dhe më shumë gjumë cilësor. Fati në rritje të ngadaltë, veçanërisht në marrëdhënie me njerëz të rinj. Këshilla e muajit, përdorni energjinë për të krijuar, jo për të imponuar. Ndikoni me zemër, jo me forcë. Virgjëresha, ky është një muaj reflektimi dhe i ngadaltë, jo gjithçka do të shkojë sipas planeve, por në vend që të zgënjeheni, mësoni të prisni. Në dashuri, marrëdhëniet që nuk janë të bazuara në sinqeritet mund të përballen me biseda të vështira. Nëse jeni beqar, ka dyshime që ju pengojnë të afroheni me dikë të ri, por java e fundit e muajit sjell lehtësim dhe hapje të energjisë. Në punë ka vonesa apo keq kuptime që kërkojnë durim. Shëndeti do përmirësohet nëse vendosni një rutinë më të shëndetshme në ushqim dhe gjumë. Fati i butë, por i pranishëm, më shumë në fund të muajit. Këshilla e muajit, mos u fokusoni vetëm te gabimet,
edhe gjërat e vogla që shkojnë mirë janë fitore. Peshorja Korrikulu sjell një frymë të re ekuilibri por pa sfida. Në dashuri, çiftet duhet të mësojnë të dëgjojnë më shumë njëri tjetrin, pa gjykime dhe pa ndërprerje. Disa marrëdhënie do testohen nga keqkuptime të vogla. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush, që i ma gjeps me shpejtësi, por kujdes, jo çdo shkëndij ndes zjarr të vërtetë. Në punë, ky është muaji për të bërë analiza të qarta dhe për të ndërtuar strategji të reja. Do ketë mundësi pas datës 18. Shëndeti në përgjithësi i mirë, por praktika si yoga apo meditimi do ju ndihmojnë të qëndroni të qetë dhe të përqendruar. Fati përmirësohet ndjeshëm në pjesën e dytë të muajit. Këshilla e muajit, mos prisni që të tjerët të jenë gjithmonë në balancë. Ruajeni tuajin dhe do ndikoni edhe të tjerët. Akrepi, tetor, nëntor. Për ju akrepa, korriku është si një ujë i thellë që fsheh zbulesa. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe jo gjithmonë të lehta për t'u menashuar. Çiftet do ndjejnë tensione shelozie, por edhe pasion të thelluar. Gjithçka varet nga mënyra si komunikoni. Beqarët janë shumë tërheqës, por mund të tërheqin njerëz që nuk i kuptojnë vërtet. Në punë, jeni të përqendruar dhe kërkues, por jeni më të butë me veten, nuk keni pse të jeni gjithmonë perfekt. Shëndeti, energjia ju bie herë pas here për shkak të stresit dhe nxehtësisë. Fati, i luhatshëm, por një ëndër ose ndjesi intuitive mund të jetë vendimtare. Këshilla e muajit, çfarë nuk ju shërben më, duhet lënë pas. Vetëm kështu bëheni gati për të rilindur. Shigjetari, 23 nëntor, 21 dhjetor. Korriku fryn si një erë e ngrohtë në drejtimin tuaj, duke ju çliruar nga ngarkesat emocionale. Dashuria është e gjallë dhe beqarët kanë më shumë shanse për njohje të reja, spontane dhe plot jetë. Çiftet duhet të ruajnë hapësirat e njëri tjetrit për të forcuar lidhjen në vend që ta kufizojnë. Në punë është momenti për të treguar guxim, projektet që nisni tani mund të sjellin rezultate afatgjata. Shëndeti, në përmirësim, por kujdes me qëndrimin në diell dhe zakonet e natës. Fati, në rritje, veçanërisht në fund të muajit. Këshilla e muajit, ndiqni atë që ju ngjall entuziazëm, pa frikë nga e panjohura. Britsjapi, 22 dhjetor, 20 janar. Ky muaj është një provë durimi për ju, por me rezultate të mira nëse veproni me mençuri. Në dashuri, lidhjet e reja mund të ndihen të paqëndrueshme, kërkojnë më shumë përkushtim. Lidhjet e vjetra, nëse kanë bazë të fortë, do kalojnë çdo test nëpërmjet dialogut të sinqertë. Në punë, presioni rritet, por ju dini të përballeni, sukseset do vinë në fund të muajit për ata që nuk dorëzohen. Shëndeti, dëgjoni trupin tuaj, nëse jeni të lodhur, pushoni. Fati, i pranishëm, sidomos nëse nuk i nënvlerësoni detajet. Këshilla e muajit, në qetësi lind forca, përdoreni urtësinë dhe mos lini pas dore anën emocionale. Ujori, 21 janar, 19 shkurt. Korriku është muaji juaj për të dalë nga zona e rehatisë. Në dashuri, ka gjallëri dhe larmi, takime të reja, komunikime befasuese apo një kthim nga e kaluara që ju çudi. Çiftet mund të përmirësojnë marrëdhënien nëse sjellin diçka ndryshe në rutinën e përditshme. Në punë, një ide e çmendur mund të rezultojë e suksesshme, dëgjoni intuitën tuaj, është më e fortë se kurrë. Shëndeti, i mirë në përgjithësi, por shmangni ekspozimin e tepërt ndaj teknologjisë dhe rifitoni cilësinë e gjumit. Fati, shumë i favorshëm midis datave 10, 21. Këshilla e muajit, jini vetvetja, e ardhmja ju thërret, mos kini frikë të ndiheni të ndryshëm. Peshqit, 20 shkurt, 20 mars. Korriku për ju është një muaj i butë dhe introspektiv. Në dashuri, keni nevojë për afërsi të thellë dhe mirëkuptim, por rrezikoni të idealizoni shumë dhe të zhgënjeheni. Qëndroni të pranishëm në realitet. Çiftet kanë nevojë për heshtje të qeta dhe ndjeshmëri të përbashkët. Në punë, vendimet e rëndësishme nuk duhet të shtyhen, por as të merren me nxitim. Shëndeti, ruajeni ekuilibrin mendor dhe fizik, përndryshe mund të përjetoni lodhje apo çrregullime gjumi. Fati, i paparashikueshëm, por fundi i muajit mund të sjellë një takim apo mundësi të vlefshme. Këshilla e muajit, mësoni të dalloni realen nga iluzioni, forca juaj është intuita, por edhe përballja me realitetin është çlirim.